Lojrat olimpike dimrore të 2026-s kanë filluar në Milano dhe Cortina d'Ampezzo në Itali, ku sportistë nga gjithë bota po marrin pjesë në këtë ngjarje spektakolare ndërkombëtare. Këto lojra shënojnë dhe një tjetër moment historik për ekipin shqiptar të përfaqësuar me krenari nga një grup i dedikuar skijisësh alpinizmi që konkurrojnë kundër disa prej më të mirëve në botë. Shqipëria merr pjesë në skijim alpin me 4 atletë të talentuar që mbajnë flamurin dhe shpirtin shqiptar në lojrat olimpike dimrore. Puna atyre pa lodhur, pasioni dhe vendosmëria janë një frymëzim për të gjithë në vend. Dhe ata meritojnë ndërimet tona më të sinqerta dhe mbështetje ndërsa hynë në arenë sonte dhe gjatë ditëve në vijim. Ekipi i Shqipërisë për lojrat olimpike dimrore 2026 ka Lora Kulturi për femra me 15 gusht 2006, Deni Gjepa për meshkuj me 14 shkurt 2026, Lisa Bunga për femra, data do të konfirmohet, dhe Semire Dauti për femra, që data do të konfirmohet. Faleminderit që na ndoqët dhe shihemi në videon tjetër.